Është vetëm 22 vjeç dhe rreth një vit më parë është qelluar 7 herë me thikë në trup. Kjo është historia e Jurfion Suparakut, jeta e të cilit që pra asaj dite ka marrë një tjetër rrjedh. I dyshuari për këtë krim të rënd, Indrit Zebi, ndodhet në arrest shtëpie dhe ende nuk ka marrë një verdikt nga drejtësia shqiptare. Babai i Jurfionit, Julian Suparaku, rrëfen në News 24 historinë e djalit të tij dhe kërkon drejtësi nga shteti shqiptar. Mund të më tregoni se çfarë ka ndodhur me djalin tuaj? Djali është qelluar 7 herë me thikë nga agresori, cilin e ka ruajtur në momentin që ka dalë nga shtëpia, e ka ndjekur nga pas dhe e ka qelluar. Djali ka vajtur në spital në gjendje shumë të rëndë dhe me thikë në kofsh. Ai është hequr në sallën e eliminacionit atje, thika. Kur kemi vajtur ne pasaj, na kanë pritur punonjësit e policisë, të cilët na morën me vete dhe na thanë bëuni të fortë sepse gjendja është shumë e rëndë. Ne kemi pas problemin edhe me mjekësinë ligjore, e cila mjeku ka ardhur dhe nuk e ka parë smurin në spital fare, vetëm është bazuar mbas të kartelës. Nga kjo kohë pastaj kanë filluar seancat gjyqësore, të cilët i pandehuri, që sot është i pandehur, agresori, ka tentuar të bëjë 2 gjyqjet për cilat për të ndryshuar me masën e arrestit dhe jo është hedhur poshtë. Brenda kësaj një periudhe shumë të shkurtër ka bërë kërkesën në gjykatë apelit, të cilën aty ka fituar lirimin me kusht, me arrest shtëpie. Gati një vit po shkon kjo punë dhe ai akoma nuk ka shtu nga gjykata, nuk është marrë vendim akoma. Ngjarja ka ndodhur rreth një vit më parë në zonën pranë Kaçeve në Kryqytet. Babai i Jurfionit rrëfen se 2 djemt kanë qenë në një klasë në gjimnaz dhe se janë konfliktuar për shkak të një vajze. Babai 22 vjeçarit pohon se ka frikë për jetën e djalit të tij. Do kanë qenë në shkollë të mesme bashk, i bie para 6 vjetësh, 7 vjetësh. Dhe atje, domethënë, janë zënë për punën e një vajze. Cili është apeli që ju keni ndaj shtetit shqiptar? Apeli im ka filluar që në kohën kur djali luftoi me jetën. Ju drejtova organeve të drejtësisë me të cilin kisha besim dhe them që kam besim për arsye sepse institucionet do punojnë pavarësisht se brenda mund të ketë dhe njerëz të cilët mund edhe të korruptohen, por unë të drejtën time dhe djalit tim do ta kërkoj derisa të kem frymë gjallë.